Ç'ka ti reziston sot teatri? Policia vazhdimisht ka qenë në mbrojtje të shfaqjeve teatrore. Ti e marrë me këtë punën e islamit politik? Nuk munde me paramendu këtë shoqëni të reduktume në asaj ambienti. Nuk ka pika referencë historike për atë. Por pos që kanë kontribuar lirinë e Kosovës, ata kanë drejtë edhe me kontrollu lirinë e Kosovës. Qysh duket Prishtina prej perspektivës sate? Duket një qytet ngulfac, një qytet i betont. Është shkruar në Paris me sa di unë. E ka mund të pushkruajt aty në 4 lulla. Po aty s'dia kisha guxuar me shkruaj. Unë fregom ditës kur nuk do të ketë njerëz që shkojnë në teatr sepse gjithnjë më pak ka njerëz që lexojnë. Komuna harron që e ka një teatr e ne konsideron si bar. Po ti e shndruan në model eksporti. Mbasi kemi pa këtë shfaqje në Beograd, unë mund të konfirmoj që Republika e Kosovës ekziston në realitet. Do thonë momentin kur ti e vendos një monument, ti e kontrollon atë territor me rrëfimin tënd. Jo, nuk do t'jepet, ti vazhdo, pra, nëse qenë ke kaq shtrim, cila qenë e keqja më e vogël. Në fund të flet votimit të shkruaja nuk detyrohem të votoj asnjërin. Jo, nuk është Barcelet. Ashtu më thotë që ti është një ofru një projekt për një film të Hollywoodit. Universaliteti rrjedh prej shkofsh në djallë, zoti kryeministër. Pik për krahet nga Flëgër, Eriskom, Muji Auto Center dhe Uji Jana.